Nga dosja e CIA-s amerikane thuhet se Xhafer Deva lindi në vitin 1906 në një familje të pasur shqiptare në Mitrovic. Shkollën e mesme e kreu në shkollën franceze në Selanik, pastaj vazhdoi studimet në Stamboll në Kolegjin Amerikan Robert College, i cili u gradua me titullin shkencor. Pas Robert College në Stamboll, Xhafer Deva vazhdoi studimet në Graz të Austrisë, ku kreu edhe studimet për inxhinieri. Pastaj shkoi në Egjipt, ku punoi në Ottoman Bank. Më vonë punësohet në një firmë të madhe britanike në Turqi. Xhafer Deva fliste 10 gjuhë, atë angleze, gjermane, frënge, turqisht, serbo-kroatisht, gjuhën arabe, atë greke, çeke dhe bullgare, duke përfshirë edhe gjuhën shqipe. Ai kishte aftësi të jashtëzakonshme, sidomos në aftësitë inxhinierike të minierave dhe aftësitë bankare. Në vitin 1931 u kthye në Mitrovic, ku e riorganizoi fabrikën për përpunimin e drurit dhe brenda disa viteve u bë sipërmarrësi më i suksesshëm në Mbretërinë Jugoslave. Aktivitetin e tij politik e nisi në vitin 1941. Menjëherë pas kapitullimit të Jugosllavisë nga Gjermania, ai u përpoq të shpëtonte shqiptarët e Kosovës, të cilët ishin në dominimin e ushtrisë gjermane, dhe shqiptarët nuk merrnin pjesë në administratën civile. Gjermanët pranuan që administrata në Kosovë të udhëhiqej nga shqiptarët dhe Xhafer Deva ishte zgjedhur për ta formuar administratën shqiptare. Serbët kundërshtuan ashpër për Devën, por ai ishte zotuar për të mbrojtur interesat shqiptare. Ndërkohë mësohet po ashtu nga dosja e CIA-s se për arsye politike dhe taktike gjermanët nuk donin që të bashkonin Mitrovicën me Shqipërinë. Sakaj, Xhafer Deva kulmin e karrierës e arriti në vitin 1943, kur u emërua ministër i punëve të brendshme. Në muajt e pranverës u ngarkua një ndër krerët e lidhjes së dytë të Prizrenit, Bedri Pejani, të krijonte divizionin Skanderbeg. Xhafer Deva ishte betuar për të mbrojtur interesat shqiptare dhe luftimin e komunizmit. Ai ishte i pamëshirshëm në luftimin e komunizmit. Deva ishte i pari i cili kishte zbuluar që Këshilli Nacional Çlirimtar kontrolloi komplet nga Moska. Xhafer Deva ishte i pasuksesshëm në luftimin e Partisë Komuniste Shqiptare. Ai ishte pro-perëndimor dhe luftoi që forcat demokratike të fitonin në Shqipëri. Xhafer Deva ishte lideri më karizmatik i shqiptarëve në Kosovë, duke marrë parasysh edukimin dhe aftësitë e tij. Ai cilësohet si një faktor shumë i rëndësishëm për CIA-n për ta përmbysur regjimin komunist në Shqipëri. Sipas një letre të publikuar në Washington në 4 prill 1947,